Së pari, na trego pak se si ka shkuar i gjithë ky procesi dhe se si e kanë pritur edhe fermerët. Sa bashkëpunues kanë qenë ata? Fabiola, përshëndetje. Në fakt është një proces i cili konsiderohet mjaft i rëndësishëm sepse ka të bëjë si faktor kryesor dhe direkt me sigurinë ushqimore që ofron produkti i mishit te konsumatorët, pra tek qytetarët, dhe kjo është synimi bazë i sektorit veterinar këtu në Gjirokastër, që prej disa muaj tashmë ka nisur edhe procesin e matrikullimit të gjitha bagëtive të tufave, qoftë imtave, po qoftë edhe gjedhve, të cilat janë në qarkun e Gjirokastrës, e në qoftë se do t'i referohem vetëm Bashkisë së Gjirokastrës, tashmë ka përfunduar procesi i matrikullimit për gati 60.000 krerë bagëtish të imta, do të vazhdoj edhe pak ditë deri në përfundim të tij, dhe kjo shtyrje është bërë pasi me një vendim edhe të gjitha ato ferma apo stane të vogla të cilët ka një numër të vogël krerësh bagëtit, edhe ato do t'i nënshtrojnë procesit të matrikullimit. Është mjaft e rëndësishme kjo procedurë pasi kemi të bëjmë në rastin më të keq që për fat të mirë nuk kemi patur, në qoftë se do të kemi prekje të bagëtive nga sëmundje të ndryshme, kjo konsiderohet edhe një pasaportë e cila shoqëron të gjithë procesin që nga fermat deri në thertore edhe më pas tek subjektet tregtare të cilat ofrojnë këtë produkt pranë qytetarëve, dhe normalisht sipas specialistëve konsiderohet si edhe pasaporta e sigurisë për çdo konsumator. Në rang qarkun në Gjirokastër kemi mbi 220.000 të imta dhe 12.000 gjedhe aktualisht, të gjithë veterinerët janë në terren, të gjitha ato njësi administrative të Gjirokastrës, por edhe bashkitë të tjera të qarkut, për të përfunduar këtë procedurë që është mjaft e rëndësishme, jo vetëm sa i takon evidentimit apo edhe statistikave që të krerëve të bagëtive që janë në Gjirokastër, por edhe atë që siç e thash Ti, Elidon, ke marrë një intervistë të specialistët të cilët e shpjegojnë shumë mirë qoftë procesin, por edhe përfitimet nga ky proces. Le t'i ndjekim në këtë momente. Qarku i Gjirokastërës është qark elektoral që mbarshton kryesisht të imta, edhe gjedhë, dhe në gjedhë kryesisht gjedhë për mish, gjedhë në tufa malore. Në bazë të ligjit bëhet çdo vit bëhet matrikullimi i kafshëve, bëhet është bërë total matrikullimi i gjithë krerëve të kafshëve në vite, dhe vit për vit pastaj bëhet remonti që zvendëson kafshët që skartojnë, që mbahet tufa bazë. Për vitin që jemi, për vitin 2026, ne fillojmë, për se zakonisht matrikullimi bëhet në dimër, dhe fillon që në nëntor, sa fillon dhe ftohet koha, sa fillojnë dhe vinë tufat nga mali, që vendosen në kullotat dimërore, fillon matrikullimi i kafshëve dhe mbet matrikullimi i remontit çdo vit, edhe i pak krerëve që mund t'ju ketë rënë në matrikulli. Gjirokastra bën rreth 60.000 matrikuj të imtash në vit. Duke bërë matrikullimin veterinerës, se ne kemi një shtrirje në gjithë qarkun Gjirokastër, jemi një trup diku të 20-22-23 veterinerë, që mbulojnë çdo njësi administrative dhe çdo fshat, dhe veterinerët bëjnë matrikullimin e kafshëve sipas asaj që thamë që matrikulohet remonti, bëhet inventarizimi i fermës, bëhet fjalë për tufën bazë, tufa që është edhe aplikueshme pasaj që shkojnë tek AZHBR-ja, dhe kjo bëhet nga nëntori deri në muajin mars-prill. Si vjen do të zgjatet pak më shumë. Mirë, Elidon, të falenderoj për këtë raportim.